Hetimet e prokurorisë kanë zbuluar prova të reja që hedhin dritë mbi dyshimet për ndërhyrje të palishme në një procedurë prokurimi publik në Bashkinë e Kolonjës. Nga aktet e administruara dhe veçanërisht nga kthyrja e një ekspertimi telefonik, rezultojnë biseda komprometuese midis zyrtarëve vendor dhe përfaqësuesve të kompanisë fituese. Në fashikujt e dosjes së SPAK janë pasqyruar dhe bisedat e zhvilluara në aplikacionin WhatsApp përmes kryebashkiakut të Kolonjës, Erion Isaj dhe Entela Çanos, administratore e shoqërisë A&E Engineering SHPK, fituese e tenderit në objekt mbikëhyrje punimesh për ndërtimin e ujësjellësit Ersekës dhe disa fshatrave. Faza e dytë nga burimet e Kozelit në datën 1 korrik të vitit 2020, Isaj i sugjeron Çanos që të bëjë reduktime parametrash, një llogaritje paraprake financiare dhe dorëzimin sa më të shpejtë të dokumentave. Nesër paradite mendoj se mund të kemi diçka, po sforcohemi shumë për të arritur vlerën 230 me TVSH. Jam e sakt? Ma konfirmo të lutem, i thotë Çano Isajt. Ndërkohë që në një tjetër bisedë e cila është zhvilluar në datën 3 korrik 2020, kryebashkiaku dhe administratorja kanë shkëmbyer mesazhe dhe një telefonat në vazhdim të bashkëbisedimeve për tenderin. Nga përmbajtja e këtyre komunikimeve, grupi hetimor dyshon për ndikim të palishëm gjatë procesit të përgatitjes së dokumentacionit të tenderit. Prokuroria ka regjistruar procedimin penal ndaj Erion Isajt në 29 shkurt 2024 pas kallëzimit të shtetasit Esmeral Xhafa për veprën penale të shpërdorimit të detyrës sipas neni 248 të kodit penal. Me që objektet e hetimit përputhen është vendosur bashkimi i kësaj çështje me procedimin penal numër 280/2020.